13 gusht. Kujtesë në lidhje me pendimin. Atëherë niniveasit i besuan Perëndis. Shpallën një agjerim dhe u veshën me thes, nga më i madhi deri te më i vogli nga ata. Kur lajmi i vajti mbretit të Ninives, ai u ngrit nga froni, hoqi mantelin e tij, u mbulua me thes dhe u ul mbi hi. Jona 3, 5 deri në 6. A mund ta imagjinoni presidentin ose kryeministrin tuaj në një transmetim kombëtar ku i bën thirrje kombit për të hequr dorë nga veprat e dhunshme, për t'u larguar nga ligësia që kanë përqafuar dhe për të kërkuar mëshirën e Perëndis që ai të mund të vijë dhe t'i shpëtojë nga gjykimi i tij? Në thelb, kjo është ajo që ndodhi në Ninive, para syve të Jonas. Është vërtet e jashtëzakonshme që niniveasit i besuan Perëndis aq shpejt dhe aq plotësisht. Ndërsa e dëgjuan paralajmërimin e Jonas për gjykimin që po vinte, reagimi i tyre ishte gjithëpërfshirës edhe nga zemra, siç dëshmohet edhe nga veshja me thas që tregonte pendim. Sigurisht që ky reagim publik u reflektua edhe nga reagimi i mbretit. Ai hoqi rrobat e tij mbretërore dhe u vesh me thes. Ai ndryshoi vendin e tij, e la fronin dhe u ul në pluhur. Ai ndryshoi edhe qëndrimin e tij, duke nxjerrë një shpallje publike për pendim. Ky është shumë i ndryshëm nga qëndrimi i mjaft njerëzve në kohën e Jezusit, dhe ndoshta edhe në tonën. Siç mësoi edhe vetë Jezusi, niniveasit u penduan si përgjigje ndaj predikimit të Jonait, kurse turmat e panumërta të njerëzve të cilëve u foli ai, nuk e pranuan që ja, më shumë se Jonai, do me thënë Krishti, po shpallej tani. Luka 11:32. Ata e refuzuan atë që kishte kuptuar mbreti i Ninives kur tha: secili të kthehet nga rruga e tij e keqe. Ku ta dish në ktheft Perëndia, në u pendoft dhe lënd më njan zemërimin e tij të zjarrt, dhe kështu ne nuk vdesim. Jona 3, 8 deri në 9. Ai e pranoi se pendimi i niniveasve nuk do të thoshte domosdoshmërisht që Perëndia do të tregohej i mëshirshëm në reagimin e tij. Mbreti ishte ende i pasigurt nëse kthimi i tyre do të shoqërohej me një kthim hyjnor. Kjo na kujton këtë. Edhe ata që janë penduar nuk kanë asnjë argument pse Perëndia duhet t'i pranojë. Ata vazhdojnë të jenë të rësisht të varur te hiri i Perëndis. Pendimi është i nevojshëm për faljen, por nuk e fiton atë. Ashtu si djali plëng prishës, personi që ka një zemër vërtet të penduar thot: O Atë, më katova ndaj qiellit dhe përpara teje. Nuk jam më i denjë që të quhem biri yt. Luka 15, 18 deri në 19. Pendimi fillon me pranimin që e meritojmë vërtet gjykimin e Perëndis dhe me shpalljen e nevojës sonë të madhe për mëshirën e tij. Duke qenë se më shumë se Jonai është këtu, ne mund ta dim dhe ta shpallim se pendimi gjithmonë do të shoqërohet me falje, se kushdo që do të thras emrin e Zotit, do të shpëtohet. Romakëve 10:13. Mirë, po ne duhet të mësojmë nga ky mbret pagan, që nuk ja manipulojmë dot dorën Perëndis me pendimin ose bindjen tonë, dhe se pendimi i vërtet nuk është diçka e cekët, por vjen nga zemra dhe gjithmonë përfshin një ndryshim qëndrimi dhe sjelljeje. Ky është një mësim të cilit duhet i kushtojmë vëmendje çdo ditë të jetës sonë të krishterë. Siç tha edhe Martin Luteri, kur Zoti dhe mësuesi ynë Jezu Krisht tha: pendohuni, ai po thoshte se gjithë jeta e besimtarit duhet të karakterizohet nga pendimi.